الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkoj. Të ndershëm vëllezër, do të thotë poshtë arsisë që edhe ditën e xhumon pas namazit i këndis këshillohemi ndër vetë. Unë sot këtë që do të them ju jam I sigurt se keni dëgjuar shumë herë nga shumë xhallar në shumë xhamia. Mirë po dashta të këshilloj vetën e pastaj juve për këtë ditë. Do të thonë kam e folur për ditën e xhumon. Sot është ditë e xhumon dhe është dita më e mirë ku dielli del. Dielli del për ditë. Ama dita më e mirë dhe më e vlefshme te Allahu fuqiplot është dita e xhumon. Pse? Sepse në këtë ditë, do të thonë sot, në këtë ditë, Allahu xhaleshano ka krijuar Ademin alayhis salam. Do të thonë babain tonë. Në këtë ditë, Allahu xhaleshano e ka fut në xhennet Ademin alayhis salam. Në këtë ditë, Allahu xhaleshano e ka nxjerrë nga xhenneti Ademin alayhis salam. Dhe në këtë ditë do të bëhet dita e gjykimit. Në këtë ditë do të bëhet dita e gjykimit. Dhe kjo ditë është dita më e madhe e javës. Do të thonë pse e ka xhuma? Pse e ka namazin e xhumës? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Adalla Allahu anil jum'a man kana qabluna." Allahu xhaleshanuhu popull që ishin para nesh, Allahu I ka shmang nga dita e xhumës. Do të thonë para se me ardh muslimant. A ka pas popull tjetër? Po. Mirë po Allahu xhaleshanu atyre popujve nuk ja u ka dhënë ditën e xhumës. Po thot fe kanë lil jehud yawm as-sabt. Jahudive, hebrejve, ja u ka caktu ditën më të madhe të javës, ditën e shtunë. Wa kana lin nasara yawm ahad. Ama krishterëve ja u ka caktu ditë të rëndësishme, dhe ata e kanë ditë të rëndësishme, ditën e diell. Faja Allahu bina fahadana Allahu al-yawm al-jum'a. Dorsa neve si musliman Allahu xhaleshanu na udhëzoi ditën e xhumës. Dhe na ka caktuar ditën e xhumës. Çka? Sepse shumë të mira përmblidhen dhe të bëhen këtë ditë. E para është ditë bajrami. Do të thonë dita e xhumës për muslimanët është bajram. Në shtetet islame nuk punohet ditën e xhumës. Këtu të nën, pse nuk punohet diellën? Për shkak se krishterët vetën këtu më shumë, për shembull, apo. Nëse se shkon në Izrael, dita e shtunë pushim atje. Nuk o e xhumon edhe diella. Ama nëse shkon në Saudi, në Egjipte, në vende shumicën me muslimane, dita e xhumës ditë jo punë, s'punohet hiç. Nuk punohet, pse? Për bajram, punon njëri. Nuk punon. Mirë po të ne, e dim tash në Evropë, shumicët e shteteve krishtere, dhe tash t'imponohet me punu të xhumën, e mos me punu për shembull të sunën dhe të diell. Si do qoftë. Allahu xhaleshanu në Kur'an thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar. Idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, kur t'ju thrasin në përmet e zamit për namazin e xhumës, fas'au ila dhikrillah, vraponi pas përmendjes Allahu subhanahu wa taala, wa dharul bay', edhe lënja biznesin, lënja punën. Allahu ka thënë në Kur'an, si ta dëgjosh ezanin, me njëherë që e mbyll dëgjanin, të ezgënë punën që e ketësh. Mirë, unë jam I vetëdijshëm se ka punë që se në mbyll.
Shembull në aeroplan se ne parkon aeroplanet në hava, ku me lanë? Gjëma, unë sefer rrugës s'ka gjëma, janë disa punë që s'ka se një mqetë. Për ata njerës nuk ka gjëma. Unë jam duke thamë për punët që i kena në dorë të tana. Unë jam shef, unë jam drejtar, o dyqani eme, o puna eme. Ju e dini se ne kena njerës që paka shumë e majnë vetën musliman, e vetë vinë gjamia, më pëndorë nuk le janë me shku në gjami. Se i frigët rëskit, me ndonë që disa ka me hupë për gjysëm ore, ose se ka me fitu. Jo, ja ka lloj-llojshmëri të njerëzve, por puna jonë nuk është mi drejtu dhe ose mos mi drejtu, po është puna me lutë Allahun që Allahu t'i udhëzon. Të ndeshëm vëllezër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salat al-khams. 5 kohët e namazit, në ditë që i falit. Prej kësaj gjëmaje, deri në gjëmane arshme që dhe të vjerë. Thot, gjithë shka ndërmet namazeve dhe gjëmave, Allahu dhe Leshani i falë gabimet e vogla për pas gabimeve të mdhaja. Gabimet e mdhaja nuk i falë. Ama gabimet e vogla, prej në mëngjes, sabat, deri në drejkë, qka i ke ba, Allah t'i falë kretë. Prej drejkës, deri në ikindi, Allah t'i falë kretë. Prej ikindi, deri në aksham, prej aksham, deri në atësi. Mirë. Prej gjëmans, deri gjëmane arshme. Allahu dhe lëshan gabimet e vogla, i falë kretë. Ama gabimet e mdhaja, ja. Gabimet e mdhaja, inshallah na falë me pendim, nëse pendohen. Mirë, kush humbë mëse shumë ti sot? Edhe sot, kush ka humbë mëse shumë ti? Ata që se kanë falë gjëman. Edhe kanë qenë të lirë, edhe se kanë falë gjëman. Allahu Gjeleshanu thot në Kur'an, wa shahidin wa mashhud. Në Kur'an e ka përmend, edhe është betu. Unë ditë kur fola për suratul Asr, e përmend dhe potencova se Allahu kur betohet diçka të madhe. Allahu nuk betohet. E ki po njerëzit për pak e për shumë, valla billah. Jo, Allahu Gjeleshanu nuk betohet kështu. Allahu dhe lëshahu kur thotë vafi, kur vjen për shemë thotë wa shahidin wa mashhud, betohet, atëherë du me thonë ka diçka të madhe këtu. Qka ka? Djetarët, komentatorët e Kuranit ka thonë fjala wa shahid o dita e gjema. Edhe thotë pasha ditën e gjemas. Dita e gjema thotë do tjetë për ju njerëzit. Ose ose kontra kundër. Ditën e gjemon, e ke falë gjemon, ke bon veprat mira, fitove. Nuk e ke falë gjemon, nuk e bon veprat mira, humbe. Du më thonë, kjo ditë do t'jetë dëshmitar, ose dëshmitare, për ne. Edhe për të mirë, edhe për gabimet ta. Të dëshëm vëzër, qka mundemi me bane si vepra, si punë? Shembull, ka ditë caktume, shembull kena natën e Kadrit, që dihet parafërsisht çka mundemi me bane si vepra. Dita e Arafatit, dhe kur dalim në haç në Arafat, e dim parafërsisht çka duhet me çfarë lutje, ama ditën e xhamat. E para, se cili është mirë ditën e gjëma ta bën një pastrim me ujë. E pastron trupin kretë. Wa yatatahhar mastata min tur. E pastron vetën sa më shumë që ka mundësi. Po shembull, e pastrimi ka lloj-llojshmëri, veç hena aty, edhe del. Jo me pak mundohet. Po shtaj, mos po thamë se ne muslimane kena kështu që lami, ama edhe është mirë pak me pastru mirë vetë. Po, pastaj thot, ditën e gjëma është mirë me përdor parfem. Për ditë është mirë me përdor, për se në gjami kus vina. Adi, kur të lidhesh, afër dikujt të falesh, ai kur të merë erë,
Venera mirë, se ty mundesh me marrë dhe me hudër, kjo anë hudra dhe vinë, lidhesh nga të neva, ma katastrofë. A mundet njëri, mundet, kodin i s'mundet, dhe nësën, e para qka për jërësave ka potencu këtë në hadith, ka thonë që ata që kanë probleme dhe duhet me përdor hudrën, mos vinë gjami. A u kuptu? Shemull, ka arë punave vëlla i smuri jesh. Duhet hudrën me hangë. Rritë e shpia. Që se ka erën pa e ki, trantë. Sa dush parfemose, hudra. Me ka në këshmi thonë ekler. Hudër. E ka të mirën e vetë, shëran e Allah se ka që bëdhe, edhe halala. Ama e ki hangë hudër në gjamija. Kjo regullin, e aj që vinë me hudër në gjamija, dhe me thonë regullin e thënë. Unë s'pa thamë që ka me hinë gjene me kushet i qka, namazin si kohët, ama i banë të matë të problem. Mirë, a parfemi, me tjendin i parfemi pak ma i letë. Jo do, i përdorin do parfema, do arapte, ti pesa trantë janë. Dhe njani për i trive të unë, a e thot, arap, po dhe po, po dhe vodi, e që me thonë, veç arapte, ato parfema, njërësit e shketine, se në tjerë këtë bimë, të fikt në bje. Po dhe shte Ramazana. Po që dini parfem ma të letë. Që të në vere era mirë, ama unë sti pengojmë shokve dhe njerëzve që falen dhe rina fërnesh. Tjetra, ditën e gjemon nuk është mirë, mu mundone me bon fitne. Janë dy vetë, shok, hajtë që këti daj, se bolë shok janë, që 10 vetë, hitë që janë i dhënu. E di kur s'ke pun lu e derën. Ty mu dush më fundu i pajtur, një dy vetë gjemon, jo mi dhënu. Edhe falet, kitë namazet i falet, ditën e gjemon. Me sabah, me gjemon, me ikindi, me aksham, me jaci. Edhe kur të mbaj hatibi ose imami hudbën, për shemull tash jam të folu. Unë e foli, ju me foli, s'prish pun kur gjanë. Ajë mundet me arë, ajë se një ke hoxat pak dosate, no. Për shemull, dhe një mërësit është dele, ama në hudbe, s'ka lidhe hoxha kësha. Si t'ja nisën hudbe, inë alhamdulillah, hiq, zguzan me fol, hiq. Bile dhe në dykush nëse të shtit, thot, pasi që të shtit, alhamdulillah, të zguzan me i thonë, jerhamuk Allah. Bile dhaj duhet me thonë, alhamdulillah, në heshkje. Se pengohet, para me dhe hatibja ka nisej, o të fol, një 7-8 vetë, rënë të shtitin, alhamdulillah, rëhamuk Allah, ihdina u ihdikum Allah, hajde, shkum 5 minuta. A janë kupton? Ama tash, për shemull, nuk ka kur një farë regulli, për posë respekti. Shemull, jo respektojnë i hoxër, nuk ma një potere, nuk rrinë i ullë, apo? Se nuk ka dhe një regull fetar. Ama në hudbe, o vajgjip, gjemati me ndëgju, për ndryshe nuk ka ajtë gjemat. Kështu o me regull. A ne e keni pa? Mu informatet i kam për shemull, se unë kur nërësëm vë nërejnë më falë poshtë. Kur s'jam në gjami, jam dikun tjetër, e lanë dhe një hos tjetër. A më të njëherë, pash, shemull kam i thonë imamit, hajde, falit gjemon, ta shohë unë e poshtë, për shemull, a ndëgjën e jo. Unë e të folë për ditën e gjematës. Tash nuk kam mirë, hatibi folë, mundohet me thonë, diçka, ti ndëgjën e tash, nëse nuk përqejnë, fjallë në korë. Ama ndëgjën, pasi kjo me pas një lloj respekti, sepse o vazhip, aj që nuk e ndëgjën hudbën, dhe me thonë, ba e gje problem, ka namazi i tia, ashtë i pranumaj. Thot për nga mërë, s'nam këti njeriut, Allahu dhe lësha në hu, ja falë gabimet që i ka bon dërmet gjemaz dhe gjemaz tjetër. I pat, qka duhet me ba? Edhe njëherë po i pat përmendë, një nga një. Mu mundu mu pastru, sa më mirë, pastrim të mirë. E dita, mu parfimos. E treta, mu mundu mi bashku njerëzit, të jo mi përqa. E katërta, kur të mbahet hudbja, me ndëgju mirë, edhe asë një namaz me lanë mirë, a ditë këtë namazet me gjemat një fa. Qëka punë? Ku ta bëjë që sapë? A janë zërës me heqë, valla. Pa
mashallah, matë kollajshme, matë leta, ma. Me ndëgjohu hatibin Azor, duke ta. Qëfar punë e kiti, veç ullë qëta. Edhe ndëgja. Qka, ka dhe një problem tasha? Po mu falë, pushim, qëtësi, edhe fizikun pak, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin fizik, lëviz pak. Parfemi, qëfar të ketë që kam? Shifë Allahu dhe lëshanë që e ka bon. Dhe më thonë, qëto punë nësi i ban njëri ju, Allahu fiton a ne fitaj? Ne fitaj. Allahu asë gjanë nuk fiton. Dhe më thonë, regullat fetare janë të vendosëra për me fitu njerëzit, jo Allah. Edhe ndalesa që Allah i ka bon, ne dë njëherë që i bajmë, kush humbë? Humbë njëri ju. Allahu thot ka matë e ndalume t'i e banë. Mëzë, hoqo, hajde të shkëna të filoni, pse? Pa kom marrë 10.000 euro, du të me këthi 20.000, s'ka. Pa të thamë që haram, po be po. E po, s'ka po dhe po. A ki hinë haram, pagu ishte. A i tjetëri, alkoholin. A i tjetëri, ku e t'june, si se li ka një haram. E po, pse Allah i ka ndënu? Që mësë me ohinë bela. Se për ndryshë, mësë kish pas problem, Allah i kish leju. A jam i qartë, është haramët. Allahu kur i ka ndalu, pse i ka ndalu? Për shkak se njerëzit me qëta gabime hinë bela. Ose me vetën, ose me... Për shemë këta marim kamarin. Rinia, rinia janë. Shkon lunë, edhe i argjën parët. Hinë të njëni borç, hinë të njëni të borç, si e pas ku shkon të shpija, vëth diqka, shit diqka, shit këta, shit ata, ku ta përjën edhe shpijen e shetë. Kush humbi tash? Qaj që i hinin gjuna, qaj që i se ndëgjoj Allahun. Baja men, se cëllin gabim, Allahu që i ka ndalu, nëse ne e bëjmë, ne humbi, më vëzëm, Allahu nuk humbi. Pala qka këve, edhe janë të ndaluar. Mirë, ka diçka ditën e gjemon që është mirë me vepru me mundësi. Edhe kjo shumë kollaj, jo? Por posa që vish për ata që kanë kohë dhe s'janë punë, janë të lirë. Thotë kur pejgamberi stam, kur vjen dita e gjumon, me laiket ndalën të dera e xhamis. Në hinje. Edhe shkrujnë. Se cëllin që vjen. Hinë xhami, shkrujnë. Tash neve pak e në duhur. Si mundet, e mundet. Mirë dhe si mundet, edhe kur thot dikush 4G. 4G o internet, ku a e shet dikush? A funksionon? Po. Para me dhe njeri ka po diçka që nëse shofim edhe e besojna, e të që më thëmë me lajtë të dhejnë, thot, a thube mundet me kam për një meja. Para me ndeve si 5G, jep të thonë. Edhe shumë fort e beson këta, edhe këtë bëjë, jo që ju dishojnë në këtë, jo më duke full të ashtë e për kamerën, për. Se loj njeri mundet me nëndëgju. Kur të flasim për me lajke dhe njeri, ka kriju njeri diçka, ka bon njeri diçka që nuk e shofim, edhe e besojnë. Tash këto kompjuterat ka ndalë, loj kamere, e fut të ka gojë një kamera të në lukth, edhe e shetë lukthin këtë si funksionon, habitës. Po para 100 vetëve, a i mjeku i ka thonë, ti shoh që ki zemrën, a i thotë, shon zemra, edhe ja paraforsisht, po ku e ka po i zemrën si ka? E ki e veshken, e ki bubrejken, e ki mëlqin, po. Mrejnë të trupi kam, po mrejnë të i ki. I beson edhe asnjerë si shetë. Këtu që jena në gjami, a kena këtë ka një zemrë? A e ka po diku zemrën e vetë? Jo, a e beson që i ka, po. Edhe për me lajqët, du me thonë, bajgi argumente se dë njëherë besu e shmëria ta problematizon edhe imanin. Mira, të me lajqët, qka shkrujnë e ti? E shkrujnë njeriun që vjen më herët në gjami. I pari. Edhe e shkrujnë atë që vjen i fundit. E aj që vjen i pari, qëfar se vapi ka, edhe aj që vjen i fundit, qëfar se vapi ka. Shumë kanë dalim. Dëgjoni. Aj që vjen i pari, ta zamë një ola thirë
e xhamoja e vjen 12 e 30. Shembull. Se mundet marrën 12. Edhe çfarë sevapi ka? Ai ka sevap sikur me prej kurban një deve. Po mendoj, s'ki pare, në të gjumën tonë tingallie, hiq s'ki. Edhe do me prej deve, shumë kallajo me prej deve, veç vinë ditën e xhamoj, ma herën xhami. Edhe sikur me prej një kurban, me prej një deve dhe me shpënda. Sevapin i. Pa i që vjen pak ma vanë, thot pejgamberi Islam, ajo është sikur me prej një lop, kurban. Pa i që vjen edhe pak ma vonë, sikur me prej një dash apo një dele. Pa i që vjen edhe pak ma vonë, për shembull 5 minuta para se me thirë ezani, a i thotë sikur me prej një gjell, ose një pull. A i që vjen të thirë ezani e ma, tak, minut. Thotë sikur mi adhon dikujt e një voje, hedije. I ka prej një tabëll voje, shembull, edhe i shpëndan këtë kalja. E kjo veza voja edhe aj devja ka ndallim? Po që s'ka ndallim? Ajo devja sigur 500.000 voje. Po shembull, po thonë, një krahasim. Shifë që ka na humb neve. Nësëm duke folë tash për ato që janë zënë shumë. A mon e di që kina njerëz rinë kafe, veç e pritin. Tak, 10 minuta për ezanit. A në kafe rinë. Unë për atë jam të folë. Rrisë e rinë kafe, më mirë hajde, se njerin xhami në kafe, nuk thamë që në kafe i gaban ti, mund është Allah t'jo ban dhikër e përmejtë Allah, në për një espresso, a më tash Ramazan? A Ramazan? A në pak të flejnë, o sa të dush flejnë. Një prap dush mu një 10 orë, prap i ki Ramazan. Ma keqë o kur do me flejtë me zot në zë gjumë. Pasha, ma shumë keqë, veç. Mundo, i ty të kujtu që ka shku 20 minuta, kur ka shof 3 minuta, Pse se duhet me organizu, kur të organizoj që jetën në Ramazan, pasha Allah nuk e kupton në kohën si ka shku. A e mi qartë. Mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ightasala, a i cili e pastron tër trupin, wa gassele, shifët tash me nëzëm, si dua arabi të nëzëm, men ightasala, wa gassele, shumë dallim ka. A i cili u ka pastru dhe a i cili u ka pastru për një me. Me gassele, do me thonë ka qëllime dhe kokën e lanë mirë, edhe trupin e lanë mirë. Sikurë që e përmenda me jetë, tash hadithi tjetër. Wa bekkere, edhe shkon në xhami ma herët, wa ibtekere, shkon ende ma herët, edhe ndëgjon, o i sjellshëm, o i kudeshëm, ndëgjon hatibin, thot, për si cilin hap që i ka bon dhe në xhami, Allahu dhe lëshani a shkruan se va. Nga një të mirë, për si cilin hap. Këni dëgjuar se Allah për para, po dhe tash, ne themi. Kër që këni në gjema mirë me shku në kam. Edhe në gjami o mirë me shku, po sa zhejt ditë në gjema. Se nësi brësën këto kushtet, vallaj, për shemë, para me dhe me ecë 1 kilometra. Se cilin hap, 1.000 hapa, 1.000 se vape. Edhe kër të kthejesh 1.000, 2.000. Po kush të jebë me pak punë 2.000 se vape? Se në ditën e gjikimit, që këto janë pare. Këto janë aksione. E di aksionet në firmë, qëto veprat e mirë aksione janë, ditën e gjikimit. Pare nuk vlenë e vjetës. O, edhe miliarda nuk vlenë. Ki po të është njoni i tha, bisedoj që o interesant mërë. Tha, o gjë, ma e mend, investimi, ma i mirë, tha, në altan. Unë pa e ndëgjoj, e folë, ma spikë, tha, pse? Po tha, do investojnë në banesa, do investojnë në vetura, në tërtesa, në magazina, a më tak një luft, atë magazinin, ku e merë, ku e qënë? Të vendi, ku e kipë ndërtu që atjene? Po veturën, i që se në levis, po banesën se në levis. Altanin i kinja të 3 kilëve, njën këtë gjep, një.
Ku të shkojsh? Të cilë dyqan që të hinsh tablet, apo? Është vërtetë? Altanin. Bini, sa kilo altan, dojnë në shtesh kënë qarshi, minë herë vashes, e le parët, minë herë vabi, tak. Ama më më dhonë një kërë, deri sa ta shes, hej, njoni, a banë ma lirë, ta shumë, mëson zorë ki, hajde nejzër, hajde mas nejzë, banë nejzë, prasë në shetë, magazinës kur gjansë në shetë, kur do me shitë. Mirë i kish me ndu. Unë jam të folë për altan, ama në veprat mira. Edhe këto veprat e mira si altan. Ari, këtë gjepat e mund, se ku do që shkon, edhe keme vete dhe mund është mi shitë, për me e te i kalu situatën si problem. Për në fund, thot për nga me stam, o një kohë, ditën e gjëma, që shumë e vlefshme, ama që njerëzit interesant, nuk e përfillim në shumë. Ama këtë kohë, gjithë shka që e kërkon të Allah të e. Janë edhe disa kohë tjera të të përmendi, doaja namazin e gjëmas, lutja namazin e gjëmas, e para, lutja në seqde, lutja në dërmet e zanit dhe i kametit, ndërmet e zanit dhe i kametit, edhe lutja një orë para se të thire akshami. Mirë, ta shumë ora 5, e 5 minuta, 12 minuta, në 13 sonte, se për dit ka një minutë shkanë. Ku i vjen, mas një 5-6 vetëve, ku ndrohet ora, kina më gnatë që dhe në ka të dimujsin, se nëse ka nevoj kina më majtë. Edhe tash, a e bani mend, mujnë e 8 kur ke Ramazani. Nësa u banë të iftari? Në 8 e 21. A kena bajt me po? O për njëre, me ende për kjo? Me ende. E kom bojnë një jetë me majtë 15 saat Ramazan edhe krim i dënë kjo është. E kom bojnë një jetë me majtë 10 orë, i dënë kjo është. Njëri është shumë i fort. Kur është optimist, kur ka bindje. Edhe është shumë i dakt. Kur s'ka bindje dhe nuk ka pse banë ose pse puna. Kur të bëhet ora 6-5 minuta, 10 minuta, atëherë hinë, si? Jo për të thadë i s'ka përëm, si s'mola vesë. Folë me folë. Ka dalë se ka vakë Benzema. Edhe për Benzema këna me folë, ka da. Ti i të folë për Abdul Kerim Benzema. Në për atë folë, në ratë. Se këto azjelerë, ta dinë se pse na të folën, se neve na u ka po qefi për atë pak. Një orë, 5 minuta, edhe një orë, dhe me thonë, kur të vere, para se më dhira kësham. është mirë me bon dua. Pse se thot për nga mirë, në këtë kohë, Allahu dhe Lëshani i pranon lutjet. A me ne në shkanër lik. Nështë një orë para iftarit edhe unë, sa maj mirë edhe unë, sa. Ajde, janë djatë, janë shmajt hesë, termat të poshtë, 5 minuta, nuk shkon vakt. Po ki dalë se ki dalë, vërë me thuj, qëka i të bon, këmë dalë më vakt. Jo për thuj, këmë dalë me shfridzu kohën. Se të hecë, mendoj është ashtë këtë hadith që për me i dhe. Bandoave, thuj, stakfirullah, la ilaha illallah, Allah mi falë gabimet, mua, shokëve, familje. Bandoave. Ki dalë se ki dalë, me thuj, këmë dalë me vaktin. Se për ne me marë. Thuj, këmë dalë me shfridzu kohën dhe me bon i vaktin. Të ndërshëm, vëzër, inshallah Allah i na uzan dhe të gjithë se bashkë në gjenet në qëmë. Pala 3-4 ditëve ki sunat që po më thot Benzemën, për agjelerët që këtë tritë kitë din. Kjo Benzema një futbaleri mirë, ama musliman. Ajo e Algjeris, ama se dia ka linë Franca, nuk e di, mirë po, pasha emrin e ka, këto i thonë Karim Benzema, ajo i vjen Kerim, a pasha emrin e ka Abdul Kerim Benzema, vjen. Kur ke loja para 2 ditëve, lujt i pa natë, me cëllë lujtëve me Chelsea, po. Edhe fitoj, edhe i dha 3 gollat mirë, ama kam bajt agjerim, Ramazan kam bajt atit. Edhe i ka hangë iftar me 2 hurma dhe pak ujë, edhe mas 15 minutave ka njës loja. E disina ne të ushtru pa Ramazan, me nëse se po lujmë, ki me Ramazan, nuk i kanë besu fort atit që i ka me bondi qka.
Ama 3 golla i dha, edhe atë gollat mire ti. E mirë, ju që keni pa gollat, a si një falet në ata? Se unë e hika pak, si do qoftë kjo argument se njeriu pse agjeron, nuk do me thonë se, normali që do pësohet, ama bindja imani, këtë punë ti i regullon. Por atë shkak, edhe ne në gëzu, a i ndoshta se mërë vesh këtë muhabetin tonë, po ja qëjmë një selam, se qire luj mirë, se nëse s'di me lujt, mërzitemi një. E kur di me lujt, gëzohemi. Salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Jeve, benzenu.